po në të ardhmen time e shoh vetëm sportin. Nuk kam plan B. Kjo është rruga që ka zgjedhur Angelina Dreshaj. Zyrtarisht pjesë e një klubi ajo u bë në vitin 2018 kur u bashkua me klubin futbollistik Deqiq, si e vetmja vajzë aty. Më pas për herë të parë në një klub për vajza luajti për Mlados, ndërsa sot është pjesë e Budućnost. Angelina na rrëfen kur e kuptoi se futbolli do të ishte rruga e saj. Vitin e parë që kam hyrë me lojë në Deqiq. Në fillim kësaj kam nisur me lojë në ekip, e kam pasë se kjo është diçka që duhet më marr me ta jetën me ta. Ajo ka sfiduar stereotipin se futbolli është sport vetëm për djem, por si një gjimnaziste e vitit të tretë, pohon se paragjykimet në shkollë janë ende të pranishme. Po, shumë prej tyre mbështesin, por patjetër që ka siç që për shembull më thonë, nuk është futbolli për femra, duhesh me lart punë, fokusoju më mirë në shkollë. Nuk janë këta veç nxënësa ka, njerëz që për shembull janë edhe profesorët bila që më thonë, më mirë me marr me shkollë se më marr me futboll si femën, por unë ato si më ndikuat tek vet aspekt. Vetë e di çka dua, e di se çka janë ëndrat e mia, vetë kam e vajzë çka për me realizuar ato ëndra. Mbështetja pa lëkundur e familjes padyshim përcaktoi edhe ecurinë e saj në këtë sport. Te na për shembull tek malcurët e kemi edhe pak atë mentalitet që është pak edhe barre bela me loj femra futboll, por atë problemet kurse kam pa, mo baba që në fillim më ka dhënë mbështetjen, më ka mbështetur edhe baba, edhe nana, edhe vllau, edhe motrat. Mbështetjen më të madhe i kam ata, kështu që jam shumë e lumtur. Mes stërvitjeve dhe mësimeve, koha dhe energjia e saj ndahet në mënyrë të kujdesshme. Ekipin e saj e presin edhe 6 ndeshje, ndërsa, siç thotë edhe vetë për Angelinën, e ardhmja ka vetëm një drejtim, sportin. Plan B nuk ka.